Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Faza e tretë është që njohja e ekzistencës së tij të shtrihet deri në besimin e unicitetit e të njëshmërisë së tij. Dëshmimi i ekzistencës së Zotit nuk mund të jetë i plot pa një gjë të tillë. Në fakt, po të besohet në shumë zotër, ai nuk do të ishte një, ndërkohë që ai është i vetëm pashmangshmërisht. Po të kishte më shumë se një perëndi, kushdo mund të pyeste natyrshëm nëse krijimi është vepër vetëm e njërës prej tyre apo e të gjithave bashkë. Në qoftë se atë do ta kishte krijuar vetëm një prej tyre, do duhej që ai të kishte një pozicion dallues që do ta shquante nga të tjerët. Përndryshe ky pozicion i tij i veçantë nuk do përligjej nga asnjë arsye, gjë që s'do të mund ta pranonin njerëzit normal. E nëse krijimin do ta kishin bërë të gjithë së bashku, atëherë pozicioni i Zotit në këtë bashkësi do mund të shpjegohej vetëm në dy mënyra. Ose ai s'mund t'i përmbush funksionet e tij pa ndihmën e të tjerëve, ose ai s'ka fare nevojë për ndihmën e tyre. Rasti i parë nën kupton që ai është i mangët dhe ndjen nevojë për të tjerët, kurse i dyti nën kupton që ka disa kryerës kompetent të një akti të vetëm. Është e qartë se që të dyja këto situata janë ireale. E po të mendonim se aktin e krijimit e kryen të gjitha perëndit bashk, por duke ndarë midis tyre, atëherë secila nga krijesa do të mbante raporte vetëm me krijuesin direkt të saj, ndërkohë që do duhej të kishin raport të vetëm e të njëjtë me të gjithë krijuesit. Kjo për faktin se krijimi si i tërë do duhej të kishte raport të vetëm e të njëjtë me të gjithë krijuesit, nga që të gjithë të krijuarit do duhej të ishin të krahasueshëm në pikpamje të aftësisë së tyre për të pranuar efektin e krijimit, ashtu si do duhej të ishin të krahasueshëm gjithë krijuesit. Në pikpamje të aftësisë së tyre për të prodhuar efektin e krijimit, pra nuk ka rrugë tjetër përveç që ai të njihet si një, dhe kjo për faktin se po të besohej në krijues të tjerë, nuk do të kishte më mundësi ekzistence. Të gjitha alternativat e tjera do të nënkuptonin shkatrim të tokës, të qiellit e të gjithçkaje tjetër të krijuar. Zoti i Madh e ka shprehur me këto fjalë argumentin e mësipërm. Po të kishte patur në qiej e në tokë të tjera perëndi përveç Zotit, do ishin shkatruar me tokë me qiej.